Klubi i futbollit Shkëndija, kampionatin e ri 2026-2027 e fillon nesër me ndeshjen e xhiros së parë kundër debutuesit ekipit Skopje. Para ndeshjes, në preskonferencën e sotme u prononcua futbollisti Imran Fetai, i cili nuk fsheu synimet e Shkëndijës për këtë sezon dhe ambicjet për kreun e tabeles. Sezon i ri, kampionat i ri, ambicet normal janë të njëjta, shkojmë për kampion dhe ta fillim bardh dhe ta fillim si duhet. Dhe shkojmë t'japim maksimumin dhe ta fitojmë ndeshjen. Ndeshja kundër Skopjes vjen më njëherë pas sfidës kundër NK Bravo në kuadër të UEFA Conference Liga, por futbollisti Fetai thotë se ekipi është i ambientuar dhe janë të gatshëm për ndeshjen e nesërme. Po normal është e vërtet. Ne kishim ditën e njëjtë ndeshjen me Bravon, ku normal e dham maksimumin, kishim çastje të mirë, po ndoshta na mungonte pak fati. Dhe ne jemi kthyer ditën e premte bëjmë rekuperim dhe për ditën e nesërme normal, ekipi duket mirë, jemi rekuperuar si duhet, por edhe ne jemi ambientuar me këto dhe s'besoj se kemi problem. Shkëndija sezonin e ri 2026-2027 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë do ta nisë me 2 ndeshje si vendase në fushat e kompleksit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë në Shkup. Edhe pse për shkak të rikonstruimit të stadiumit të qytetit në Tetov, klubi tetovar e ka regjistruar stadiumin e Gostivarit si fushë zyrtare për ndeshjet si vendas në sezonin e ri. 2 takimet e para do t'i zhvillojnë në Shkup për shkak të dënimit disiplinor të shqiptuar pas finales së Kupës së Maqedonisë nga sezoni i kaluar. Fillimisht Shkëndija ishte dënuar me 4 ndeshje si vendase pa praninë e publikut, por pas procedurës së ankesës dënimi u zvoglua në 2 ndeshje. Për këtë arsye, klubi vendosi që këto takime të zhvillojnë në Shkup, ku kushtet dhe cilësia e terenit janë dukshëm më të mira.